Nderuar drejtues së seancës, nderuar kolegë deputet. Natyrisht ky akti normativ që kemi përpara është një Ju lutem bani qetësi. Është një mundësi e mirë. Ju lutem kolegë mos ndërhyni ndërkohë që kolegu flet në foltore. Ju lutem. Është një rast i mirë për të diskutuar lidhur me problematika që lidhen drejtpërdrejt me çmimet. Po mbi gjitha me modelin e tregut që ne kemi. Do ta themi qartë sepse është në dritë të diellit. Çmimet e larta që kemi të karburanteve tani lidhen drejtpërdrejt me situatën e luftës në një rajon të caktuar të botës, që është, me thënë të vërtetën, edhe një nga rajonet më prodhuese edhe më tregtuese të hidrokarbureve në botë. Pra çmimet nuk erdhën të larta për shkak të një qeverie, për shkak të një maxhorancë, po erdhën të larta për shkak të një situate në një rajon prodhues të naftës, me ndikim natyrisht mbi gjithë botën. Kjo është e para. E dyta gjë që dua të them, patjetër që akti që kemi përpara, edhe pse i mirëpritur, është pa ndikim. Siç u verifikua edhe në Komisionin e Ekonomisë, deri tani, pra nga fillimi i luftës apo nga dalja e aktit dhe deri më sot, akti është përdorur nga data 3 deri në datën 8 prill dhe nga data 8 deri në 9 prill. Pra kaq ditë. Dhe efekti ka qenë 37 milion lek. Natyrisht, ajo që ka patur apo ai që ka patur ndikimin më të rëndësishëm në këtë periudhë ka qenë bordi i transparencës. Dhe natyrisht, bordi i transparencës ka bërë një punë të lavdërueshme, veçanërisht në aspektin e përcaktimit të çmimeve. Çmimi dje ishte 206 lek për naftën standarde, dhe natyrisht sot është 196 lek. Frekuenca e mbledhjes së bordit dhe shkyrtimi i çmimeve të hidrokarbureve, përfshi edhe çmimin e naftës edhe të benzinës, ka bërë që ne të kemi një kontroll më të mirë mbi çmimet e karburantit, edhe pse ato vazhdojnë të mbeten të larta. Çmimi i sotëm është gati 22 lek më shumë për litër se sa para fillimit të luftës. Ajo që unë kam si rezervë në raport me bordin, deri tani, lidhet drejtpërdrejt me transparencën e tregut të hidrokarbureve në këtë vend. Mungesa e transparencës patjetër që fshe modelin e tregut që ne kemi. Dhe kur flas për modelin e tregut, kam parasysh atë që na është imponuar të gjithëve si konsumator në këtë vend. Një broker që furnizon me naftë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, depoziton naftën në depozita të kompanive respektive, afërmendsh mbi bazë të një kontrate blerje. Patjetër që kjo sasi nafte ka një çmim ditën që del nga depozita për të shkuar në pompë. Aty fillojnë llogaritën edhe tatimet, edhe taksat. Ajo që mua nuk më rakordon këtë gjë, dhe që është evidente po të flasësh pikërisht me operatorët të tregut, kupton se në këtë skem ka edhe paspagim, në këtë skem ka edhe para që jepen me interesa, pra para që gjenden për ta blerë këtë sasi nafte. Pra brokeri bën shpesh herë edhe rolin e bankës, e pa lejuar në këtë territor. Modeli i tregut mban çmimet e larta. Ajo që dua të them është që për shkak të këtij modeli tregu, ne kemi çmimin neto, që është një koncept kudo. Ua kam treguar edhe herës që shkoj. Ky është një publikim i bërë nga shoqatat e hidrokarbureve në Itali. Sky e shpërndau më pas, ku flitet për çmimet neto të Italisë dhe të vendeve të tjera europiane. Pra, çmimi neto pa taksa, yni, vazhdon të mbetet më i shtrenjtë. Më i shtrenjtë në rajon, dhe natyrisht kjo bën edhe atë diferencën që ne kemi. Dhe këtu, pasi kemi hequr taksat,
ai që vendos është modeli i tregut, struktura e tregut, konkurenca, kostot, logjistika, organizimi i zinxhirit të furnizimit dhe patjetër edhe marzhet e fitimit. Kam bërë një llogari dhe po e përsëris, ja u kam sjellë edhe ju këtu, e që i referohet datës 16 mars, kur ishte edhe dita pikë. Në Shqipëri çmimi neto i naftës ishte 0,984 euro për litër, në Malnezi ishte 0,865 lekë për litër, në Greqi ishte 0,852 lekë për litër, në Kosovë ishte 0,793 lekë për litër, në Serbi ishte 0,710 lekë për litër, dhe në Maqedoninë e Veriut ishte 0,670 euro për litër. Ajo që mua më bën habi është që diferenca shkon deri në 40%. Pra çmimi neto pa taksë. Dhe në këtë pikë ja vlen që të ndalojmë edhe të flasim. Cili është ky model tregu që na shkakton pikërisht këtë problematikë? Na mban çmimet e larta dhe natyrisht pastaj përcjell te konsumatori çmime të tilla. Ajo që më ka bërë përshtypje edhe këtu, edhe pak më përpara, është që askush nuk flet dhe nuk e merr kurajon të flasi për modelin e tregut në këtë sallë. Të gjithë flasin për modelin e taksave. Tani të flasim pak për modelin e taksave që ne kemi. Ne kemi tatim mbi vlerën e shtuar. Dhe tatim mbi vlerë të shtuar kemi pasur edhe në kohën që drejtonit ju. Ne kemi akcizë. Kemi akcizë. Dhe unë këtu kam qenë. Akciza në kohën tuaj ka qenë ad valorem. Pra me përqindje mbi çmimin e naftës para taksave. Edhe me këmbguljen e operatorëve, edhe me këmbguljen tonë këtu në sallë në kuvende të tjera me radhë dhe quat akcizën me tarifë fikse, siç e kemi edhe sot. Taksën e qarkullimit e keni sjellë ju brenda çmimit të hidrokarburëve. Nuk kemi sjellë ne. E keni sjellë ju. Një sekond, po flas për modelin, Ju lutem mos ndërhyni. Ju lutem. Po flas për nivelin, jo. Kush po abuzon më? Kush po abuzon? Po hajde këtu edhe fol ti që po më tregon mua që po mbroj interesat e tregtarëve. Hajde zëri me gojti, që si ke zënë asnjëherë këtu në sallë. Pra po thosha që modelin e taksës qarkullimit brenda çmimit të hidrokarburëve e keni sjellë ju. E keni sjellë ju. Modelin. Po e kishi 7 lekë. Është zgjedhja jonë që e kemi bërë 27. Është zgjedhja jonë. Dhe mua më vjen keq që qeveria nuk vjen këtu ta pohojë me zë. Është edhe politika ambientale, po është edhe politikë drejt. Sepse ai çmimi 7 lekë nuk është njësoj si për atë që konsumon pak karburant, si për atë që konsumon shumë karburant. Dhe jemi munduar të bëjmë drejtësi në këtë aspekt. Se me këto tarifat e ulta që keni ju, zakonisht keni favorizuar gjithmonë ata që janë konsumatorë të mëdhenj. Dhe konsumatorë të mëdhenj janë përgjithsisht ata që kanë shumë, jo ata që kanë pak. Të vim edhe tek një element kanë votuar kundër në atë, mos ma përmend 150 euro të punë e jahtit se kanë votuar kundër gjithkohës. Kam qenë kundër, kanë votuar kundër, edhe për jahtet edhe për tjerët. Të vim tek një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, e që është sjellë këtu vazhdimisht. Që është kjo puna e çmimit veçanërisht në Kosovë, apo edhe në rajon. Shikoni, varet nga produkti që kemi. Se vërtet kemi çmimin më të lartë në rajon edhe pa taksa, edhe me taksa të naftës, po kemi çmimin më të ulët në rajon të energjisë elektrike, edhe me taksa edhe pa taksa, si ta doni. Se duhen përmendur të dy anët. Ajo që mua më shqetëson është ajo që po ndodh me rieksportin e hidrokarburëve nga territori i Republikës Shqipërisë në territorin e Kosovës. Që me thënë drejtën as e përmend kush, sa hap gojën kush për këtë. Se cënohen ata për cilët flet zotria, që me demek i mbroj unë. Ka marrë ca dhëna nga dogana dhe duhet ta falenderoj doganën shqiptare për transparencën që ka. Importi për vitin 2025 i hidrokarburëve ka qenë 609.000 kilogram, diku ke 609 milion kilogram, diku ke 700 milion litra. Ndërkohë që rieksporti për vitin 2025, dhe ky është problemi që kemi, rieksporti me dhënat e doganave në drejtim të Kosovës
është 731 milion litra. 731 milion litra. Ku gati 1/3 e këtij i ri eksporti e bën vetëm një kompani. E bën vetëm një kompani. Natyrisht, afërmend që kam dyshime të forta që kjo naftë nuk shkon në Kosovë. Kjo naftë tregtohet brenda vendit. Dhe ky është një problem shumë i madh që kemi. Dëgjova pak ditë më përpara ministrën e Energjisë në Kosovë që tha nga Shqipëria na vjen nafta më e shtrenjtë me 12 cent se sa Greqia edhe se sa Maqedonia. Po i shkon, po pyetja që kam unë është pse se merr gjithë naftën Ministria e Energjisë së Kosovës në Greqi edhe në Maqedoni. Qa e shtyn, qa e nxit që të blej naftë më të shtrenjtë Shqipëri? Cila është niveli i taksave që merr dhe arkton atje? Kjo është një histori e turpshme e kontrabandës midis të dyja vendeve, ku janë përfshirë zyrtarë të dyja vendeve. E që bëjnë këtë punë me të njëjtët operator dhe që natyrisht arktojnë atje dhe patjetër që kontrabanda është një instrument shumë i rëndësishëm që mban çmimet e larta. Çmimet e ulta nuk kanë asnjë lloj vlere për kontrabandën. Mbajnë çmimet e larta kanë vlerë për kontrabandën. Dhe ky është një problem që duhet ta adresojë institucionet tona fiskale me qëllim që t'i japim një goditje përfundimtare kësaj historie, që rieksportojmë Kosovën në fakt shesim brenda vendit dhe i shpëtojmë të gjitha taksat. E fundit gjë që kam dhe që lidhet po prapë me transparencën, e kam me bordin po përsëri këtë gjë, shikoj që ka dy çmime në tabelë dhe që ka një diferencë që është 5, 6, shkon deri 12, 13 lek për litër. Midis një produkti nafte dhe një produkti tjetër nafte. Ore, çfarë standardi nafte është kjo që shkruhet në tabelë naftë greke? Dhe që është 12-13 lek më e shtrenjtë se sa nafta apo çmimi që ka përcaktuar bordi. Çfarë standardi është? Çfarë standardi është kjo nafta greke që shnohet në tabelë pa asnjë lloj treguesi tjetër dhe thot naftë greke 13 lek më e shtrenjtë se sa nafta standarde në këtë vend? Natyrisht shpresim përgjigje dhe përgjigje dua zyrtare nga bordi i transparencës. Faleminderit. Zonja Topalli, keni fjalën, të përgatitet zonja Sinaj. Po nuk ju ka përmendur zoti Berisha. Në këtë parlament kam denoncuar në mënyrën më të përsëritur taksen më të lartë në botë mbi litrin e naftës. Taksen më të lartë në planet mbi litrin e naftës. Bëj një check-up, gjej një vend tjetër të ketë taksën e Shqipërisë. Spari, së dyti, pasi të normalizohet taksa, jam 100% dakord të nxirret çdo përgjegjësi e tregtarëve. Por, në qoftë se ti vën një taks ku marzhi i fitimit të atij që tregton naftën është më i ulët se sa aty në Maqedoni, jo, s'po bëj avokatin, po bëj të vërtetën unë. Po bëj, shiko. Gjatë qeverisë sime ka patur 32 licenca nafte. 32 licenca nafte. Por nuk ka patur 400.000 ton kontrabandë qeveritare nafte. Gjatë asaj periudhe ka patur 400.000 automjete dhe janë zhdoganuar 650-720.000 ton naftë. Dhe prodhoheshin në vend 200.000 ton naftë në Ballsh. Po, kurse sot 400.000 ton vinë nga Libia, po kush i merr ato mor? Po ku ka privat që mund t'i marrë ato i marrin vetëm qeveritarët. Ato vinë me xhemi, ato shkarkohen për qeveritarët.
Pra, kjo është problemi i naftës. Por, nuk ka diskutim se në qoftë se dhe në taksën më të lartë në botë, je mëkatari më i madh ndaj qytetarëve tu, ndaj fermerëve tu, dhe unë prisja që ti sot, po të mos ishe hipokrit si që jetë filloja grevë në uris këtu, për çmimin e naftës për fermerët. Po të hoqi Belinda nga Lubia, nga Fieri, dhe tani nuk pyet ma për ta fare. Zoti Braçi, Një ta bojë. procedurë. E para gjë që duhet të them është që kur flasim këtu, unë kam një diferencë shumë të madhe me njëri. Diferenca është që unë flas me letra, i flet me mend. Ky është problemi. Dhe është një diferencë shumë e madhe. Dhe se është një diferencë midis të vërtetës edhe gënjeshtrës. Po të flasim për modelin e taksave, është ai që ju thash atje. Modeli i taksave është një zgjedhje shumë e qartë politike e jona. Shumë e qartë. As i iki fare asaj historie. Mbi një model të gjetur, kemi bërë politikën tonë. Është shumë e qartë kjo gjë. A është ky niveli i taksave më i lartë në botë? Jo. Shumë e thjeshtë. Gjermania, shumë e thjeshtë. Gjermania ka një nivel taksash. Tani se ti di dhe italisht. Edhe më vjen keq domethënë, po ta jap të tabelën. Mere, shikoje, me që di dhe italisht, shumë më mirë edhe se sa Berlusconi, mere shikoje dhe pastaj je verdiktet e tua. E fundi gjë që dua të them. Shiko, të çojnë këtu njerëz. Që për 6 vjet, plus 8 vjet, 14 vjet, 14 vjet, kur nuk i dhanë 1 litër naftë bujqve, pa akciz, 14 vjet rresht, pa akciz, natyrisht që është e tepër. Minimumi 6 vjet rresht, buqet në këtë vend kanë marrë naftë falas, jo pa akciz, po pa lek fare, falas. A jam unë dakord me këtë që u bë tani? Jo, s'jam dakord, veçanërisht me argumentin që abuzoi dhe ne do ta heqim. Jo, me abuzoi dhe ne do ta heqim, u bë dëmi i madh me tatim mbi vlerën e shtuar në sektorin e bujqësisë. Abuzohet, ndëshkohet dhe politika shkon deri në fund. Faleminderit. Zonja Topalli, keni fjalën. Zonja Topalli, të lutem tani se nuk mund vazhdojmë dot. Zonja Topalli, ju lutem, keni fjalën. Zonja Topalli nuk e ka përmendur, të lutem, keni fjalën. Hapet, lutem. Hapu, s'pare njerë, flas me letra, apo flas pa letër, kjo është çështje ime. Ai që është i rrjedhur, nuk i ban mend. Po kjo është e vërteta. Çfarë ti bojën memorje time? Ti tham, ti shuaj, ti hedh letër, jo. Ato që them unë janë të vërteta. Dhe s'ka asnjë vend në Europë dhe në botë me taksen 1.1 euro për litër të nafte. Lexojeni dhe gjajeni një vend ta këtë tillë. Zonja Topalli, përgatitet zonja Sinaj.